një gatim I shpejt, me një konservë, mbledh 4-5 persona. Të dashur ndjekës, sot për ju do përgatis një pure me patate me një konservë mish viçi. Fillim do merrem me përgatitjen e pures. Patatet për pure zgjidhen kokrat të jenë sa më të mëdha, për arsye se tretet më mirë. 4-5 kokra të mëdha, ju thash që preferohet më shumë, edhe patate e vjetër, asnjëherë patate e re, ajo del topa, nuk është e mirë, del si e preme. Patates do t'i hudh kryp, ja. Se patatja pa kryp nuk ka shije, dhe krypun e do që në fillim, dhe zvatrën, e kam ujin të nxehtë, gjithmonë, ose veni ujin përpara, që të mullohen patatet, edhe I lejmë rreth 25 minuta. Sa të morin val, unë do t'i ul me zjarr mesatar. Për puren që përgatitëm, unë do përdor një konservë mish viçi, jo të madhe, për 4 persona është tamam. Do mundohem ta hap pak, më pak. Tashti kjo duhet jetë pak e vakët, që të mos jetë e ngrime, e vakët që të krijoj lëngu. Masi ngrohet pak kutia, butet ynyra, e kalojmë në këtë kullesën, ja. Ajo ka lëngun e vet, si gelatin, dhe e lej. Në kohën që do na duhet, do e përdorim. Do vim një tenxhere, do t'i hudhim pak vojë, edhe pak klyn, ja, sa me zbut pak vojën, jo shumë të teprume. Kemi prej një qep të vogël mesatare, ja sa dora ime. E kemi prej kështu, hol, për së gjati. Dhe ta ka vërdisim në mënyrën që hodhëm. Pak piper të zi. Pak kryp. Edhe një karrot ose 2 mesatare të vogla të preme me merende. Tashti që ka lëshu një pjesë të ynyrës, do ta hudhim tek qepa. Edhe e lejmë kështu. Tashti e ka vërdisi mirë. E mulojmë pak me kapak, edhe të bëhet avash. Do ta ulim deri në minimum, mos ketë shumë nxehtësi. Ta marrë erë shumë të mirë. Nuk ka nevojë t'i hudhësh as knor asgjë, se ka marrë aromën e konservës. Unë përgatis pak mardanos, të prem holl. Sa më imët. Tashti hedhim majdanosin, që preva imët. Kushte nuk e ka, mos e përdori përveç piperit zi. Masi qepa dhe karrota ka vërdisen, do e hedhim një lugë me miell. Dhe një lugë, me lugën që matë mielin, do e hedhim edhe salcën. Është salcë pikante. Tashti I hedh ujin e nxehtë. Dhe përzim që mos na bëhet topa. Do mori valkën, do zi një 5-6 minuta, deri në 10 minuta, dhe pastaj do e coptoj mishin në momentet e fundit dhe do t'i japim edhe valën e fundit. Lëngun do t'a provoj pak për kryp.
Krypën e kishte shumë mangut. Tash e lejmë zi. Kjo duhet jetë dhe masa e salcës që pregatitëm me lëngun e konservës mishit. Tash ti e marrë konservën, e hap komplet edhe i kaloj në tenxhere. E lej 3-4 minuta edhe të zbutet dhe pak më shumë mishi. Llokmat nuk priten, nuk shkërmoqen, se cili të ketë llokmën e vetë në pure. Këtë ha dhe me lëngun e vetë, është një gatim shumë i mirë, në po shoqëron dhe puren, nuk bëhet shumë e trash. Ky ishte dhe gatimi, tepër special. Të ta heq. Patatet purej janë zi si që duhet, janë bë të buta, tash ti marrë dhe i kaloj pak, jo në ujë të ftohtë, po në lavapjat, për t'i derdhë ujin dhe për të vazhdu shtypjen e patate. Ja hoqa ujin e tepërt, për momentin do t'i largoj pak nga vatra, edhe marrë dhe i shtyp. Do t'i hedhim pak kryp, edhe pak t'lyn, që të zbutet tamam. Ashtu i hudh nga i qik qumësh. Qumëshi gjithmonë duhet jetë i nxehtë. Ngrofeni pak në mikrovalë. Patatja s'duhet jetë shumë e butë, se është lëngu që do e zbukuroj, se gjithmonë do e shoqërosh me lëngun e konservës. Dhe prandaj dhe nuk duhet masa shumë e qollët e pures. Kisha 350 ml qumësh, kush dëshiron. E shef me sy, aj sa don, mos e boni shumë të ujshme, se kjo mpikset edhe është lëngu që e rregullon pastaj. Do ta vej dhe pak të mori edhe një lup aty në furnell. Ashtu do ta përvlojmë pak me t'lynin, që t'i japi dhe shijen dhe lezetin. Pak vaj dhe pak t'lynin. Ja rreth 20 gram, një lugë e vetme. Gjithmonë t'lyni do hiqet kur t'filloj të lëshoj atë ngjyrën e verdhë në bezh, atëherë ka dhe shijen tamam. Kjo ishte dhe pureja, një pure perfekte, tamam kremoze, nuk duhet jetë me kokra, ju dhe kam gati për servirje.